Sheshi më I bukur në botë. Sot është dita e 58 e qendresës sonë. Po sot kemi për të përkujtuar dhe një ditë tjetër shumë të rëndësishme. Sot është përvjetori e hapjes së festivalit në mbrojtje të teatrit kombëtar. Ajo qendresë 2 vjeçare ishte një bastion I demokracisë, të cilin e shembën me pabesi në mes të pandemisë. Por, unë për këtë do na flasin shumë aktivistë që ishin pjesë e teatrit dhe unë tani dua që ta nisim me himnin kombëtar. Mirëmbrëma populli mrekullueshëm. Mirëmbrëma gjithëve. Siç e pat edhe sot qeveria e krimit narkoshteti me krye djallin Edvin Ramović ishin të tmerruar nga vezët dhe prania e qytetarëve shqiptar. Ne nuk mund të lejojmë shitjen e Shqipërisë dhe coptimin e Shqipërisë. Shqipëria nuk shitet. Shqipëria nuk do I dorëzohet mafjas. Shqipëria nuk do I dorëzohet tradhtarëve. Shqipëria do shlirohet një herë e mirë nga klika komuniste bolshevike e Tiranës. Poshtë sistemi, poshtë mafja, rrafë Shqipëria, rrafshin shqiptarët, rrafshin shqipënjat. Edi Rama, ore Vučić, smahet Shqipëria me tërbash. Shqiptarët janë ngritë në këmbë se s'ta ka lënë një tomë. Mirëmbrëma të nderuar qendrestar. Pyetjet e juaja nuk na prekin. Është njësoj si kur shiu që bie mbi një çati të fortë, sepse kjo protest është më e fortë se kur. Ky do jetë dimri I vetmisë së madhe. Kjo protest ka arritur diçka që ne duhet jemi krenar dhe entuziast. Sot qytetarët nuk kanë frikë. Qytetarët janë në shesh. Ne kemi qenë vetëdijshëm se sa më shumë ata ta kuptojnë që po ju vjen fundi, më agresiv do bëhen. A I keni parë protestat e fundit e parlamentit. Policia... Jemi përballë me një dhunë policore jo proporcionale. Nuk trembemi nga mira forca policie dhe nuk trembemi nga asnjë skenar dhune që ata përgatisin. Ne do jemi këtu derisa t'i shdukim të korruptuarit dhe do jemi këtu derisa Edi Rama t'javi dorëheqje. Nëse kanë menduar që na kanë trembur, ja ku jemi prap sot edhe më shumë. Masin provokon këtë rini, se do të tërhiqër s'fall. Nuk na trembon nga kishek. Kur revolucioni ka nis dhe s'dihet si do ta ketë përfundimin. Po jam tërheqë sa më parë. Faleminderit. Nga kishek mos tërhiqë asnjë. Ju jeni trima, keni qenë trima, do vdisni trima. Pa këtë gjithve dhe ju dua shumë nga kishek. Një rini e fuqishme. Fitore. Nuk ka të shkoj ki, o dërzu ki, pa të qënë vetë për ti, o dërzu pagushta, ka iki, fitore. Dorëheqje. Si që thash që në fillim të hapjes së kësaj dite të 58 qendresës, sot është përvjetori 7 I hapjes së festivalit në mbrojtje të teatrit kombëtar. Si që shifni dhe nga pankarta e shprehu atje që
që i kujton Edi Ramës që ai e shëmbi teatrin kombëtar, por shpirti i teatrit po e shëmb ato tani. Prandaj kam nderin të ftoj këtu të flasi para jush ato që qëndruan për 2 vjet për të mbrojtur teatrin. Mirëmbrëma qytetarë të lirë, datë të dashës. Unë jam Lindita Komani, vi sot si pjesëmarrëse e kësaj proteste e këtij revolucioni shqiptar që na ka transformuar jetën në këto 2 muajt e fundit, që na ka dhënë shpresë dhe na ka bërë të mendojmë vërtet që ardhmja jonë është në Shqipëri. Por vi sot edhe si një nga bashkëorganizatorët e protestës për mbrojtjen e teatrit kombëtar. Jam shumë e lumtur që në këtë shesh, pothuajse çdo ditë, unë kam ndeshur njerëz që i kemi pasur çdo ditë në sheshin e teatrit. Gjithashtu, këta njerëz janë pjesë e grupit organizator të kësaj agore qytetare. Janë pjesë e grupit që organizon Flamingot, janë pjesë e grupit që organizon Këndin e Fëmijëve. Pra, gjithë njerëzit e teatrit, shpirti i teatrit është vërtet në këtë protestë dhe është vërtet në bazë të kësaj proteste. Kjo është një provë që një lëvizje vërtet nuk mbaron. Ajo vetëm se rritet, transformohet dhe merr forma të reja. Sonte jemi mbledhur për të kujtuar një fillim. Më 27 korrik të 2019-s, 3 ditë mbasi ne hym në teatr, ne vendosëm ta mbronim atë edhe me art. Atë ditë u hap zyrtarisht festivali për mbrojtjen e teatrit. Askush nuk e imagjinonte atëherë se çfarë do të ndërtonim së bashku. Brenda pak muajsh ne organizuam mbi 70 veprimtari artistike dhe qytetare, me artistë nga 12 vende të botës. Patëm teatr, muzik, film, letërsi, ekspozita, debate. Gjithçka pa institucione, pa asnjë lloj buxheti, vetëm me qytetarët dhe me bujarinë e tyre. Për gati 10 muaj, teatri u administrua nga vetë qytetarët. Ishte ndoshta eksperimenti më i bukur i vetë organizimit qytetar që ka njohur Shqipëria, ndoshta deri më sot. Pra tani kemi bijimin e asaj ative të organizimit dhe në një përmas shumë të madhe që është kthyer në një revolt qytetare, në një revolucion të vërtet. Por festivali ishte vetëm një pjesë e kësaj historie. Qëndresa nuk ishte një shpërthim. Ajo ishte një maraton e vërtet. Fillimisht ne protestuam çdo javë, pastaj protestuam çdo ditë. Në total ne protestuam rreth 720 ditë. Pra sot këtu ne jemi në ditën e 58, por duhet pranuar që në protestën e teatrit kemi qenë të paktën 720 ditë në shesh. Megjithatë, pavarësisht se e shembën teatrin, protesta nuk përfundoi, ajo vazhdoi edhe mbas shëmbjes Godinës, vazhdoi edhe në SPAK, ku ka paditë pa numërta nga teatri, vazhdoi në institucionet ndërkombëtare ku ne kemi bërë absolutisht gjëmën për ta bërë shumë të madh zërin e teatrit dhe mendoj aty ka nisur fundi i karrierës si Terion Velias, ashtu dhe Edi Ramës. Dhe mbi të gjitha, revolta, protesta dhe revolta që ndodhin pas shëmbjes teatrit vazhdojnë në ndërgjegjen e mijëra qytetarëve që refuzuan ta pranonin atë padrejtësi si diçka normale. Unë vetë nuk do ta harroj kurrë agimin në datën 17 maj 2020. Në shesh ne ishim rreth 50 qytetarë. Përballë nesh ishin mbi 1000 forca policore. Nuk do ta harroj kurrë se ata teatrin nisën ta shemnin me njerëzit brenda. Nuk do ta harroj gjithashtu as çastin që e kemi parë të gjithë në media, kur dikush nga terraca Ministrisë Brendshme, duke parë që po filloi të shembej teatri, tha thjesht ra. Ata gëzuan, menduan se bashkë me shëmbin e teatrit kishin shembur edhe kujtesën, edhe shpresën, edhe qytetarin. Këtu kemi një pankartë. Ti e shembe teatrin, por tani teatri po të shem ty. Këtë pankartë, unë nuk e përgatita në vitin 2020, por e përgatita gjatë kësaj proteste në datën 4 korrik 2026, sepse ky ishte fryti një reflektimi 6 vjeçar dhe frymëzimi që erdhi nga ky revolucion. Vetëm tani unë e kuptova tamam plotësisht atë që kishte ndodhur. Ata vërtet shembën Godinën, por nuk mundën të shemnin atë që ishte ndërtuar brenda njerëzve. Dhe sot ne po shohim frytet e gjithë asaj që nisi te teatri. 6 vjet më parë, unë shkrova një tekst që titullova Ushtari i panjohur. Atëherë në këtë tekst unë shkrova: kjo qëndresë për teatrin i ka liti qytetarët e Tiranës e mëtej Shqipërisë për çdo lloj gjëje që mund të vijë më pas. Sot unë e di çfarë është ajo gjë që erdhi më pas,
është pikërisht ky revolucion. Sepse revolucionet nuk ndërtohen vetëm nga ata që flasin në mikrofon, revolucionet kërkojnë me mira njerëz që punojnë në background, që nuk i duket fytyra, janë ata që ndërtojnë, që mbajnë këtë mikrofon, janë ata që ndërtojnë dhe mbajnë flamingot, janë ata që kujdesen për fëmijët që kemi në shesh dhe për prindrit e tyre. Prandaj kjo nuk është një histori e re, unë mendoj që është vazhdimi të njëjtës histori. Për ta kujtuar këtë, do të kemi kënaqësinë më vonë që të dëgjojmë Bashkim Bejlerin, i cili ka qenë një nga qytetarët që ka qenë çdo ditë në shesh dhe i cili fatmirësisht është bërë dhe një figurë e dashur për këtë protestë, për këtë revolucion, sepse ka dalë dhe ka folur disa herë në media dhe ka ngjallur emocion të shumë njerëz që e kanë parë. Do të kemi dhe gazetarin e kulturës Elsa Demo, e cila ka qenë pjesë e protestës së teatrit që nga fillimi i saj dhe na ka dhënë një zë shumë të lartë në media. Më pas do të shohim një dokumentar të shkurtër të përgatitur nga Elvis Kazazi, i cili tani është mbas kameras, kushtuar ditës së parë të festivalit për mbrojtjen e teatrit 27 korriku 2019. Në fund, shpresoj që Elvisi do të thotë disa fjalë pikërisht mbi këtë histori dhe domethënien e asaj dite dhe të filmit vet. Të nderuar qytetarë, kur ata shembën teatrin menduan se kishin fituar, por nuk e kuptuan se ajo godin tashmë e kishte bërë punën e saj. Ajo kishte mësuar me mira njerëz që të organizoheshin, të bashkëpunonin, të mbronin njëri tjetrin, të luftonin me art. Sot, pas 6 vitjes pas shëmbjes, e kuptoj plotësisht se çfarë ndërtuam në ato 720 ditë. Nuk ndërtuam vetëm një qendresë, nuk organizuam vetëm një festival, nuk mbrojtëm vetëm një godinë, por ndërtuam një brez të tërë qytetarësh. Teatri ishte shkolla jonë e qytetarisë. Dhe për sa kohë që kjo shkollë jeton tek njerëzit, ka shpresë për Shqipërinë tonë. Në mbyllje, drejtoj një thirrje të nevojshme për gjithë artistët. Artist, ngriuni për Shqipërinë. Luftoni me artin tuaj këtu në shesh. Vijojini festivalin për mbrojtjen e teatrit me një festival për mbrojtjen e Shqipërisë. Frymëzohuni nga teatri. Gjithashtu dua të them diçka që e kam thënë në një media ndërkombëtare që është bërë viral në gjithë botën, por tani në Shqip. Shqipëria nuk është në shitja. Shqipëria u përket shqiptarëve dhe jemi ne që vendosim se çfarë ndodh këtu me trashëgiminë natyrore dhe kulturore të saj. Dhe jo ca politikanë të korruptuar që së shpejti do të shporren nga ato pozicione që mbajnë. Rama, o tradhtar, jepet dorëheqjen. Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje ju flamurdar. Janë ditët më të lumtura që unë po jetoj. Se këtu është mrekullia e këtij sheshi të madh. Çfarë është? Bashkimi i të gjithë njerëzve. Është kombëtarizmi shqiptar. Është patriotizmi shqiptar. Kjo është lumturia vërtet e ideona. Edhe teatri e kishte këtë dukuri. Aty ishin nga të gjithë stresat dhe folën e bërë gjitha të punë. Por ai mostra që në një 2001 që erdhi u bë Ministri Kulture, erdhi me pretendimin për ta prishur teatrin. Ai erdhi me atë pretendim sepse ata që e vunë atje i kërkuan si që kërkojnë mafiozëve, bëj një kurban që të hysh në mafje. Edhe ky i premtoi atyre se do prish teatrin. Që ditën e parë, unë këtu kujtoj me nderim Akim Qiriaqi, një nga drejtori, një nga aktorë dhe mëdhenj të asaj që ka luftuar, edhe artistët e tjerë, që kanë luftuar për teatrin. Nderim për gjithë. Për teatrin ka firmosur mbi 20.000 veta, si që thadhe Manila, këtu janë të gjithë. Ata 20.000 veta janë të gjithë këtu. Se kur luftu nuk ishin partijak, prandaj janë dhe sot këtu. Prandaj ne mbështesim këtë vend gjithashtu. Çfarë do të them më tepër?
e shembi teatrin, përsi teatri ja shembi bashkim, e shembi bashkimi, por qënë duhet të them tjetër. Më fajnë po... Emocionet nuk më vjen me dhunë tepër, por urimi im më i ashtu është Shqipëria e shqiptarëve, me vetëm e shqiptarëve. Nuk ka Shqipëria e shqiptarëve, vete tratarëve. Shqipëria e shqiptarëve, vete tratarëve. Shqipëria e shqiptarëve, vete tratarëve. Jam shumë i largur. Nuk do të flas për teatrin. Unë vi nga një vend për cilin do doja të ishte folur në shesh, sepse ai vend meriton të jetë pjesë e zemërimit dhe të drejtave që kërkoni dhe ju sjellin këtu çdo natë. Ai vend është Patos Marinza, me fushat e tij të naftës, ku kam punuar breza gjyshrish, prindrish, vëllezërish dhe motrash. Pasuritë natyrore janë në kontrast me gjendjen e njerëzve, me papunësinë, me pensionimin e parakohshëm, pasojë administrimit të keq të pronës shtetërore. Më të rinjt pranojnë kushtet e një mesjete moderne që kompanitë e huaja i detyrojnë. Drejtësia bëri sikur heton evazionin fiskal shumë vjeçar të Bankers Petroleum. Por jam sot këtu për një tjetër vend që më bë po aq i dashur sa vendlindja, teatri. Por nuk do të merrem me kujtimet. Do të merrem me pas teatrin. Pas teatrit, njerëzit u ndanë në ata që u zgjuan dhe në ata që thanë. Teatri, qa është kjo gjëja? Nuk është halli ynë. Pas teatrit, në zonat e mbrojtura, si qendra historike, në Tiranë, Durrës, Vlorë, Korçë, morën hovë për bindsha betoni, për të nxitur një pakicë të pasurohet më tej, dhe turistëve të thuhet se bëhet jetë mos e normale në këtë vend. Pashka se 80% e popullsisë jeton për mbjetesë. Nuk ja del të siguroj një streh me kursimet e një jete të tërë. Dhe sa për të zbavitur, i mjafton një kafe ujë në ditë. Pas teatrit, u dogjën hektar pyesh në Darzez, Pishporo, për t'i bërë gati për resorte për kushnerët albanez. Ndoshta jo aq luksos sa projekti Zvërnecit, por prap, askush nuk e di çfarë do të bëhet me detin, rërën, pishat dhe erën, që s'ka kush t'i mbroj në plazhin tim të fëmijërisë. Kanë shkatëruar pyet një lloj si bibliotekat, që s'kan që duen më, sepse fëmijët po ikin, do ikin, bashkit do të shkrihen. Kështu që as varrezave nuk ju dihet, po për të vdekurit tanë, kush do kujdeset? Pas teatrit, Kino Studioja ju fal medjave, që regjimi i ka bërë investitor strategjik me
është në jugun e bukur. Mediat që thoni se duhen bojkotuar, por nuk jazini emrat me gojë. Atyre klaneve, atyre top kanaleve, neokolonialistëve barez, e të tjerë. Goditini, bojkotojini, aty në pikën e tyre më të dobët. Goditini tek plerat e propagandës që s'ka incenerator t'i djeg. Bojkotojini tek Big Brotherat dhe fermat VIP, sepse ata besojnë se është ignoranca juaj dhe dembelizmi juaj historik që nga gjëron lekun, biznesin, spektaklin, madhështin, që pastaj të bëjnë biografin tuaj, të shpifin për ju dhe të thonë se ju nuk meritoni më shumë se një kafe në ditë dhe një ekran telefoni për të vrarë kohën. Kam vite që e besojnë këtë dhe ja kam parë hajrin. Për Zotin ja kam parë hajrin. Që ju të mos kërkoni më shumë se një qebaptore në shesh u kryua nata e bardha, e kujtoni? U kryua festivali i dritave, u kryua industria e koncerteve Rama Veliaj, e bën pjesë të programit të tyre politik për kapjen e qytetit dhe mbajtjen e pushtetit. E pra, Kanye West ishte thjesht pavitja radhës për ta me pak më shumë arrogancë. Pas teatrit, janë artistët që i kishim quajtur ajka e kombit. Dhe që për një kohë të gjatë do t'i kujtojmë si turpi që do t'i mbetet në ballë shoqërisë, sepse besonim se edhe ata ishin shoqëria dhe do ishin në krahun e saj, kur politika do të godiste, do t'i korruptonte, do t'i zhvishte nga profesioni dhe do t'i bënte të papërfyllshëm sa për një pjatë supë a një kredi të butë. Pas teatrit, Akademia e Shkencave ju dorëzua ministrit Ramiz Alis, Skënder Gjenushit. Në këmbim, a i shiti partin Tom Doshit, që të hynte në parlament, dhe historia dihet, e kundërta e elitës, ka zënë vend në shkencë, në kuvent, në biznes, zaptim tokash me të fortë ka ndodhur, Filip Boja ka ndodhur, Baksiriolli ka ndodhur. Pasi kishin ndodhur një herë, Kakomeja, Palasa, Porto Palermoja. Një shoqëri e traumatizuar, gjithmonë e zbulon me vonesë lirinë e vërtet, dhe ky shesh po i jep kuptim kësaj lirie, që çmimin e ka të lartë, joshin e ka të fortë dhe të magjishme. Në mesjush, duhet të ketë nga ta që ju flasin për lirin dhe që një dit do të kërkojmë pushtet për jush. Por ju tani keni për t'i daluar, sepse e keni identifikuar më në fund me gjithë shka, modelin e 35 viteve. Po e zhvishni gjuhën e demagogut që ka folur pa pushim për lirin, emancipimin dhe të ardhmen, duke i vrarë për dit nga pak të gjitha këto, sepse e ka menduar veten të paprekshëm. Keni dëgjuar zonjën e tij të shplaj trut fëmijëve në ekranet e televizionit, duke thënë, e din, edhe kur të mos jetë më, do t'a kujtojnë pensionistët e ardhshëm, turistët që nuk kanë lindur ende do t'a kujtojnë, kur të shëtisin Lungomares dhe Nën Velier. Zero negocim me këtë njeri që nuk nje respekt për popullin që drejton. Zero tolerancë për gjuhën e tij të dhunshme dhe moralin e tij që fyen edhe shtazët. Pas teatrit, vuajtja e shqiptarëve nuk duhet lënë vetëm në dorë të spitaleve, se aty dihet se si shkon puna. Tek ajo që po kërkoni dhe i keni vënë emrin Shqipëri e Re,
Duhet hapur vend në rast të parë në mendjet tuaja dhe në shpresat tuaja. Duhet hapur vend për bibliotekat, për librarit, për kinemat, për galeritë e artit, për skenat që janë shkatëruar, apo që u premtuan dhe nuk u ndërtuan kur. E fundit, sepse udhëhiqemi nga një njeri që merr kënaqësi kur po shtron tjetrin, nga një njeri që me shpurën e të ngjashmëve si ai, qeverisë duke mashtruar, duke përçmuar kulturën shqiptare, i kapur pas kultit për artistin e huaj dhe turistin e huaj. Ringritja e këtyre vendeve që janë edhe shpirtërore mund ta përpunojnë dhimbjen që është shkaktuar shqiptarëve, si atyre që e kanë ndjerë sy hapur këtë dhimbje, edhe atyre që e kanë akoma mundësinë të zgjohen. Revolta juaj do t'i zgjojë edhe ata një ditë. Zemërimi juaj drejt ose po, dhe dashuria juaj. Atëherë, tani do shfaqim një film të shkurtër për ditën e parë kur është hapur festivali i teatrit. Kush të dojë mund të ta ndjeki, kush të dojë mund të vazhdojë marshimin që do filloj si zakonisht si çdo mbrëmje. Dhe si gjithmonë pastrojmë çdo gjë dhe sheshin e lëm të pastër siç e gjetëm. Ky është një gest simbolik, por që do të vazhdoj. Faleminderit të gjithëve që u bën pjesë e jonë. Ju uroj një shikim të këndshëm. Uroj gjithë pjesëmarrësve që të them të vërtetën jam shumë emocionuar. Është hera e djersës së dhjetra e qindra artistëve që e kanë larë me djersat skenë për dekada të tëra. Për të arsye, nëse ne kemi vandalet që rihapim teatrut dhe risjellim kulturën, jemi të mirë se ardhur gjithë për të fituar demokracinë dhe të fitojmë në të njëjtën formë që fituam ne. Dhe forcën e unë që ne sot hapim teatrin tregon me prezencën tuaj sepse jemi